Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në listën e hapur, Briseida Çakëri, vijon takimet me qytetarët, derë më derë me qytetarët e rajonit numër 3 për të prezantuar tek ata objektivat e saj si kandidate që pas 11 majit synon të jetë në Kuvendin e Shqipërisë, por edhe për të kërkuar votën, jo vetëm personale, por edhe votën për Partinë Socialiste. E ndërsa u ka shpërndar banorëve edhe programin e saj si kandidate për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Çakëri ka marrë prej tyre edhe mbështetjen. Kandidatja Çakëri i ftoi të gjithë banorët që ka takuar derë më derë, por edhe në rrugë, që të votojnë për Partinë Socialiste, të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, të votojnë për më shumë mirëqenie. Po ashtu, kandidatja Çakëri u ka folur banorëve edhe për kandidimin e saj në këto zgjedhje, ku ka kërkuar votën, duke ju premtuar se do të jetë një zë i fuqishëm në Parlamentin Shqiptar pas 11 majit. Takimet po vijojnë intensivisht të kandidates për deputetet Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri me banorët e rajonit numër 3, me banorë të rastësishëm, duke trokitur derë më derë, por edhe tek bizneset, ku siguron atyre mbështetje, por edhe çuarjen përpara të problematikave, duke qenë kështu një zë i fuqishëm në Parlamentin Shqiptar, ndaj kërkon votbesimin në zgjedhjet e 11 majit.